Këtë të mërkur ka ndruar jetë këngëtari i njohur shqiptar Shpat Kasapi. Kështu kanë konfirmuar për mediat në Maqedoninë e Veriut burimet të afërta me artistin. Shpat Kasapi ishte vetëm 40 vjeç, teksa sipas raportimeve të mediave në Maqedoninë të Veriut ai ndroi jetë pasi postoi një arrest kardiak. Sipas të dhënave paraprake, këngëtari i pop muzikës Shpat Kasapi ka ndruar jetë si pasojë e një sulmi në zemër teksa ndodhej në Itali. Këngëtari la pas vetes një djalë, të cilën e kishte me ish gruan Selvien. Shpat Kasapi ka qenë një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. Lindur më 1 maj 1985 në Tetov, ai u rrit me një familje me tradita muzikore. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, ku shumë shpejt u bë një prej udhujve të rinisë me stilin e tij modern, meloditë e lehta dhe performancat energjike. Shpati u afirmua përmes tregut muzikor kosovar dhe atij shqiptar, duke sjellë këngë që u shndrua në hite si AMDO, Valle Kosovare, Dashni Palimit, Aroma e saj dhe shumë të tjerë.